Digitalizimi i shërbimeve tatimore ka sjellë përmirësime të ndjeshme në mënyrën se si qytetarët dhe bizneset marrin shërbime në vend. Tatimet njoftojnë se vetëm gjatë muajit mars të vitit 2026 fal përdorimit të platformave digjitale janë kursyer rreth 415.000 orë kohë, duke ulur ndjeshëm vonesat dhe procedurat e gjata administrative. Ky transformim ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e efikasitetit të administratës tatimore, duke bërë që shërbimet të ofrohen më shpejt dhe më lehtë. Qytetarët dhe bizneset tashmë mund të kryejnë një pjesë të madhe të shërbimeve të tyre online pa pasur nevojë të paraqiten fizikisht në sportele, gjë që ka reduktuar edhe kostot dhe kohën e humbur. Sipas të dhënave, ky proces i digitalizimit ka ndihmuar në thjeshtimin e procedurave dhe në rritjen e transparencës në shërbimet publike. Po ashtu tatimet theksojnë se është krijuar një sistem efikas dhe më i qasshëm për tatimpaguesit, duke lehtësuar ndjeshëm komunikimin me administratën. Autoritetet theksojnë se kjo është pjesë e një procesi më të gjerë modernizimi, që synon të përmirësojë vazhdimisht shërbimet publike dhe të reduktojë barrën administrative për qytetarët dhe bizneset në vend.